Shifeni, ju po e pamundësoni. Deputetja Ilire Dauti dhe kryetari i saj, Partisë Lidhja Shqiptare, Zjadin Sela, e blokuan foltoren e kuvendit në seancën për pyetje deputetësh për shkak se kryeministri nuk ju kishte përgjigjur pyetjes së deputetes Dauti për ligjin për përfaqësim të drejtë. Këtë pyetje ajo ja kishte parashtruar kryeministrit që në seancën më 26 qershor. Prandaj ajo thotë se kryeministri e ka shkelur afatin ligjor prej 20 ditësh për të ju përgjigjur. Ndërsa përveç kësaj, ai refuzoi që të përgjigjet edhe sot, duke e injoruar dhe duke vazhduar me pyetjen që ja parashtroi lideri i LSDM-s Venko Filipçe. Dhe duket tashmë është e qartë që kryeministri e injoron pyetjen dhe nuk don të përgjigjet, meqense edhe kur ju dha mundësia të del në foltore dhe nuk ju përgjigj fillimisht pyetjes time, pastaj vazhdonte më tutje. Qytetarët për deputet me integritet na kanë votuar, Rafrim Gashi dhe gjithë të tjerëve, dhe jo për shërbetor. Dhe unë nuk lëviz nga kjo foltore sot për sa kohë që nuk e marr përgjigjen për pyetjen të cilën e kam parashtruar herën tjetër. Meqense Dauti nuk e lironte foltoren të cilën donte ta shfrytëzonte deputeti Riad Shaqiri, kryeparlamentari Gashi dha pauz, derisa siç thatë qetësohej deputetja. Shifeni, ju po e pamundësoni instrumentin e juaj, instrumenti i pyetjeve të deputetëve është menduar si instrumenti i opozitës që ta mbaj përgjegjëse qeverinë. Ju nuk po doni me pengut një drejt juajën. Nëse ashtu mendoni, unë jap pauzë gjysore, pastaj vazhdojmë. Megjithatë, seanca vazhdoi pas pauzës dhe mori fjalën deputeti Zjadin Sela, i cili e kishte të njëjtën kërkesë. Derisa kryeministri nuk jep përgjigje për pyetjen që ka parashtruar deputeti, ne këtu do të jemi dhe sot do ketë pyetje deputetësh. Më qartë se kaq nuk dim se si t'ua themi. Prandaj, ju jeni ato që bëni shkeljen. Nuk kemi ne që e blokojmë parlamentin. Në qoftë se na mbushni mendjen në aspekt të asaj që është rregullore, që ne s'kemi drejt, asnjë sekond nuk qëndrojmë me këtu. Ndërsa kryeparlamentari u përgjigj se nga shërbimet e qeverisë është informuar se shumë shpejt do ta sjellin përgjigjen. Ai shtoi se nuk mund ta ndërpresin seancën sepse i pengojnë kolegët e opozitës që të parashtrojnë pyetje. Mirpo kjo nuk u pranua nga deputetja Dauti dhe kjo shkaktoi edhe shumë debate mes lidhjes shqiptare dhe deputetëve të pushtetit.